Të nderuar qytetarë të Rondës, e dashur Mërgat, i nderuar kryetari i Lëvizjes Vetëvendosje dhe kryeministër i Republikës së Kosovës, zoti Albin Kurti. Të respektuar përfaqësues të Lëvizjes Vetëvendosje, partner të çmuar të koalicionit fitues si Partia Guzo, Alternativa dhe PSHDK. Të nderuar ministra dhe deputet të pranishëm, të respektuar kandidat për deputet nga komuna jonë, i dashur Sali, Hysen, Albena dhe profesor Hamdi. Mirë se erdhët në këtë tubim zgjedhor, një proces që për ne përfaqëson angazhim drejt për drejt, serioz dhe të përgjegjshëm ndaj qytetarëve. Qyteti ynë me potencialin e madh që ka gjatë viteve të qeverisë Kurti,
ka qenë në vëmendje të vazhdueshme. Janë realizuar investime të rëndësishme dhe projekte infrastrukturore me qëllim të zhvillimit ekonomik dhe rritjes së mirëqenies qytetare. Këto projekte nuk janë vetëm premtime, por janë dëshmi konkrete e një pune të fortë të përkushtimit ndaj Suarekës dhe qytetarëve të saj. Por, të nderuar qytetarë të Rondës, ky angazhim nuk do të ndalet me këtu. Në 4 vitet e ardhshme përmes programit ton, Lëvizja Vetvendosje do të vazhdojmë me zhvillimin e qëndrueshëm dhe investimet e reja dhe politika që sjellin siguri dhe begati për çdo familje. Ditëve në vazhdim do të jemi pranë jush në çdo lagje dhe në çdo fshat qytetit për të maksimalizuar fitoren plebiscitare të 28 dhjetorit, duke premtuar vizionin ton për një të ardhme më të mirë. Me numrin 116, bashkë të vendosur dhe me besim ecim drejt fitores që i nevojitet lëvizjes vetvendosje, të Rondës dhe gjithë Kosovës. Dhe në fund le të jetë ky zotimi ynë i përbashkët, që qytetarët e Suarekës nuk lëshojnë pemë, sepse Suareka meriton më shumë dhe meriton më mirë. Në vazhdim, i kalojmë fjalën aktivistit më të madh politik në trojet shqiptare, kryetarit të organizatës politike më të madhe në vend dhe në kuvend, kryeministrit më të suksesshëm në historinë moderne të Republikës së Kosovës, pra kryeministrit Albin Kurti. Kryeministër, fjala është për ju. Një 116 apo dëgjohet se po e testojmë mikrofonin me numrat e fitores me 28 dhjetor.